Një aksion për lirimin e hapësirave publike ka nisur këtë ejte në zonën pas katedrales në Lezhë, ku bashkia synon të zhvillojë një projekt social në shërbim të moshuarve. Strukturat që po shemben kanë shërbyer si strehim për rreth 12 familje, të cilat kanë dalë kundër ndërhyrjes, duke ngritur shqetësime për kushte reja të jetesës. Sipas tyre, mbështetja financiare për Qiran nuk mbulon realisht çmimet e tregut, duke i vendosur përballë pasigurisë për strehim afatgjat. Punë më gjithë stresi. Si ka problemi? Problemi është me na ndan shtëpi shteti. Problemi, pallat shteti, problemi. I kjo është, me na ndan shtëpi. Bone si që ka afru, se del? Nuk na del. Për sa? Për sa prej 150? Ç'a bona është ajo? Sa ju kanë ofruar? Sa është Po një ja pra zemër, një ja mujtë të shpejt nga ik mami për stresin e shpive. Si du ja bani, ku të stërë? Po si t'ja bëjmë pra mdil jena, ku ç'është t'ja bëjmë? Dhe dy katën. Nga shqetësime këta më hikun gruaja mu, nga shqetësime e këtine më hikun gruaja. Ma pjellnim e shpis më hikun gruaja. A e ka dhënë një zgjidhje bashkia? Qasë zgjidhje, a e si lloj zgjidhje si ka dhënë bashkia. Bashkia bashkiake. Ka 2 muaj që më ka dhënë gruaja, se ka policia më japu letrën. Grus në të dera i hy sankcionit ta, se ka kemë me diabet vazhdueshëm. Me diabet vazhdueshëm në zemër, ka kemë gruaja me. E më hikun gruaja për këtyne. Në urgjencë spital më disë në ambulancë më ka vdek. Në ambulancë më ka vdek gruaja të qunë në spital. Kur? Gruaja me. Para 2 muaj. Për këtyne. Ta shrinë të shemë këtë. Si du ja bani, ku të stërë bani? Ku të sërëm, zdinë ku më sërëm. Me dalë rrugët, malë. Në e bashkirë. A isha me qonta këtu, më panë shumë mirë, i isha të ushtru në spital sot, edhe nga doktorisha shkoni pyetni, ja me 500 smunje, tash 34 vjetë këtu, edhe me lloj smunjesh, tash i vinë qeveria, pa na lëmru, pasi se me na ardhë, me na nxjerr për shtëpijet, ku të shkojmë ne? Ne si jemi as kena lek, as kena për kraja, as kemi as i lloj tarë me skina, jena tam smun, jena invalida këtu, ku të marim në mbështetje, ku? Ku të marim, si jena në cetun me një kem, ku të marim shtëpi, ku? Jam 34 vjeti këtu, krejt familjarë, ku do shkojmë ne? Na mbështesin shtetit, na mbështesin, na japin hyrje, na japin dikon. Na mbështesin, nuk është një gjoshi do në me marrë me zorë, na mbështesin, të shkojmë me një shtëpi sociale që i ka ba, ku i ka quaj shtëpi sociale që i ka ba? A ju ka ofru bashkia banesa? Asi hiq, kur në mbos të ka afru, ka thonë për sociale, nuk ka afru sociale një hiq, pra ne vinë të marrin masat. Asi ti? Ja. Po bonus qira, keni apliku po? Ja, nuk e kena ashtu se ka thënë që do qojmë shtëpi. Na ka thënë do të qojmë shtëpi sociale, ta në gjithë shtëpinë sociale se kur do me na qua ai. Ka orë për rëmë, ka orë për gjupjan, ta qojnë e të nëzajojnë. Ku do stërhoni? E dinaj kur do na qojnë, që ato orë me na për shpijat. E dinaj kur do na qojnë, ne? Të marrin masën, ta qojnë ku të dejnë, e lejna dakord me na qojnë me një shpi që është normale. Jena dakord. Ndërkohë përfaqësues të bashkisë theksojnë se ndërtesat janë e pronësi publike dhe prishja e tyre lidh me zbatimin e një investimi që synon krijimin e një qendre për moshën e tretë si pjesë e politikave sociale në nivel lokal.